Në shkollën Ali Turuçi, klasa e parë festoi sot një nga momentet më të bukura dhe të rëndësishme të vitit shkollor, festën e abetares. Ishte një ditë e mbushur me emocione, buzëqeshje dhe shumë ngjyra. Fëmijë të veshur me rroba të bukura dhe plot shkëlqim në sy, interpretuan pjesë artistike, recituan vjersha dhe vallëzuan me shumë përkushtim. Në skenë ata dukeshin si yje të vegjël që shpërndanin gëzim dhe dashuri për mësimin. Puna e palodhur gjatë vitit u shpërblye me një festë të paharruar, ku ata treguan se jo vetëm kanë mësuar të lexojnë e të shkruajnë, por edhe të shprehin veten me art. Mësuesja klasës së parë, prindërit dhe vendnxënësit përjetuan një atmosferë të ngrohtë dhe të veçantë. Gëzimi fëmijëve dukej në çdo detaj, në emocionin e recitimeve, në lëvizjet plot jetë të kërcimeve dhe në përqafimet e sinqerta që ndanin me njëri tjetrin. Festa e abetares është më shumë se një aktivitet shkollor, është një moment krenarie që shënon hapin e parë drejt dijes. Për fëmijët, kjo ditë do të mbetet gjithmonë një kujtim i bukur dhe i veçantë në rrugën e tyre drejt së ardhmes. Ju që keni bërë shumë të bukur sot, a mund të më thuash çfarë festoni? Ne jemi veshur të bukur se kemi festën e abetares. Sepse kemi festën e abetares. A ke mësuar ndonjë vjersh të bukur? Po. Nxënësi i dashur të kam falë për të gjitha ato që thua, siç më deshe mua do gjithë librat e tua. Unë pa të disha thirrur një qoshe i pluhura, por me ju duke bredhur sot dhe me lumë. Kemi festën e abetares, që thon të vërtet, kur mësuam gjuhën tonë shumë të dashur, shumë të shtrenjtë. Bravo. Nduar trokësi. E gjithë bota thot po që s'ka ndanat më i ditësh, po s'ka prindër, gjyshe, thot dhe klasa që ka ndëdhyshe. Thash një ditë do ditë, çdo fëmijë më shumë dhe kemi festë, kemi harë, dhe keni harëtur ju të ne. Bashkë nga ora janë, 29 dhe zanore vetëm 7, po të mbedhe shpejt shkona janë të 16. Bravo! A e doni mësuesën tuaj? Po! Se na mëson! Të shkruajmë bukur e të lexojmë. Sepse na mësoi të lexojmë e të shkruajmë shkrimin e bukur. Mësuesja ime është mësuesja Majlinda. Do na recitosh disa vargje? Po. Zamot e bardhë bukur më shqiptuan dhe mi una bukur atë ditë të kujtuam. Sa herë që mua doni të më kujtoni gjuhën e vogël të gdhem të çonin. Ju falenderoj të gjithëve për ndërsa ardhjen, edhe të kalojmë sa më bukur. Faleminderit. Të dashur prindër, mësuesë e fëmijë, sot jemi mbledhur për të festuar festën tonë të bukur, festën e abetares. Festmarrja juaj tregon se me zi kemi pritur këtë festë, prandaj ju urojmë misjavën tuaj të na ndihni në festën tonë. Është një ditë të gëzuar më bukur e jetësore. Të gëzuar, por edhe na vjen keq, që po ndajmë nga abetare jonë natal, që na mësoi të lexoj aq bukur gjuhën tonë. Gëzimi është i madh, që se që shkruajmë nuk janë e një për ne, i mësuam, i shqiptuam dhe formuam me to fjale. A dini kush ka i mësuar to? E shikoni ju o prindër si më ndrisin e fytyrat, bashkë me ju ve mësuese, dita ditës ne mësuam të lexojmë e të shkruajmë, ndaj klasa sot po qesh, kemi festë me renivet, festën e abetares sot po festojmë të gjithë së bashku ne do të gëzojmë. S'ka prindër, gjyshe, thot dhe klasa që ka ndëdhyshe, se tash një ditë, çdo fëmijë më shumë dhe kemi festë, kemi harë, dhe kemi harëtur gjithë të ne. Kemi festën e abetares, shoqja son të vërtet, kur mësuam gjuhën tonë shumë të dashur, shumë të shkruajmë. Bravo.